Kryeqyteti ka nevojë për një bibliotekë publike. Kjo ishte kërkesa kryesore e presidentit të shoqatës së përkthyesve Recep Hida në Komisionin e Kulturës, Turizmit dhe Diasporës. Po të shikohet si apo të vjen diçka aty tek proletarët, nuk e di udhëri. Që edhe kryeqyteti të ketë bibliotekën e vet. Krahas bibliotekës kombëtare. Përfaqësuesit e përkthyesve ngritën një sër shqetësimesh që lidhen me gjendjen aktuale të tregut të librit dhe pozitën e profesionistëve të fushës. Një tjetër çështje e cekur ishte rritja e fondeve për botimet dhe se niveli aktuali të VSH-s për 6% për botuesit ka ndikuar negativisht për ta. Të bësh disa lehtësime në raport me përqindjet që merren nga libri për t'i dhënë shtetit. Për shembull, TVSH-ja 6% që s'ka qenë dhe është vënë. Ajo e ka rënduar botuesit. Hida kërkoi gjithashtu të shqyrtohet çështja e barrës tatimore prej 15%, e cila ndikon drejt për drejt tek përkthyesi. Ngarkesa që i bëhet përkthimit me 5% që paguhet taksë me të ardhurat, mendoj se është pak e lartë. Nuk lan pa përmendur edhe faktin e mungesës së përkthyesve të rinj që trengu po përballet. Që ne të ofrojmë dhe të afrojmë më shumë përkthyes të rinj. E kemi shumë vështirë, gjejmë përkthyes të rinj, punojnë një vit, dy, përkthyes të talentuar, pastaj largohen sepse gjejnë vende me pak më të lartë. Këto sugjerime pritet të diskutohen edhe më tej me synim për mirësimin e kuadrit ligjor dhe forcimin e sektorit të librit në vend.